plot ishte pjekur realisht në profesion dhe plotësisht dakord le ta pranonte. Nuk është një njerëz që mund të themi ne që është një njeri i librit, lexon, i dijes, i gurorës që u ishte një term i 92-shit, pra mendoj që është një njeri krejtësisht i zakonshëm, me ambicie të shfrenuar, që ka mbledh dhe ca njerëz akoma si puna e ai, si puna e tij, të cilët duan me marr Partinë Demokratike, frontin e Partisë Demokratike. Mund ta marrë, nuk e di. Le ta marrë. Unë e shoh krejtësisht si të zakonshëm. Si është sheftar me Berishës PD dhe ta mbyllim? Zoti Berisha është çuditërisht është edhe kjo është fatkeqësi për Partinë Demokratike që është i vetmi individ që e meriton të jetë aty. Është i vetmi individ që ka realisht nëse s'do të ishte sot dhe kjo është fatkeqësi që unë e tham por ai këtë e mendoj sinqerisht, nëse s'do të ishte Sali Berisha sot në krye të Partisë Demokratike, kjo parti është e mbyllur çepeni. Nuk funksionon. Pikë pari nuk ka njerëz i herë që mendojnë si ai. Nuk ka njerëz që dërthurin qasje, intriga, ide, filozofi. Në fund dhe s'ka njerëz, nuk shoh njerëz që lexojnë dhe si ai. Kjo është akoma dhe më skandaloze. Le të bërë le të kesh energjinë atij. Është i vetmi njeri që mbajti gjithë peshën opozitarizmit në komplet mujt e verës valla. Dilte çdo ditë në orë caktuar, ditë caktuar. Duke bërë, ai e bën këtë gjë. Këta tjerë, këta dënjojnë, këta nga shazlloni nuk shkruajnë dot në celular edhe një status. Edhe kur e bëjnë ja kam ChatGPT-ja. Kuptana është po flasim për ignorant. Pra, po shfaq. Duat forte dhe të shkurtë. Pra, problemi qëndron që është i vetmi njeri që e meriton të jetë aty dhe është i vetmi njeri që realisht e bën atë detyrë dhe ka filozofinë për ta ngritur atë parti. Nuk e di çfarë e pengon realisht, që unë do mendoja, sepse unë mendoja që pritshmëritë e simpatizantëve të Partisë Demokratike ishin që kërkohet një ndryshim. Këto pritshmëri mund të jenë të drejta, mund të jenë dhe të gabuara, por faktin që ekzistojnë politika është perceptim, dhe ai duhet i shkonte kësaj qasjes. E refuzoi këtë qasje, mund të ketë një plan B. Ato që nuk e di në kokën e tij dhe pa diskutim unë mendoj që ai e ka një plan B. Nuk është Sali Berisha një njeri që nuk i njeh impulset e simpatizantëve të Partisë Demokratike, lesa e ka gjithë informacioni i duhur që i vjen kohë reale. Qoftë edhe mua që më dëgjon këtu e kupton se simpatizantët e Partisë Demokratike, njerëzit të cilët janë llogore kundër kësaj mazhorance, janë të mërzitur për faktin se nuk ka reflektuar perceptimin që kanë këta njerëz ndaj Partisë Demokratike, ndaj të ardhmës së Partisë Demokratike, sepse nuk është Partia Demokratike problem vetëm për demokratët. Siç e tham më parë, është problem dhe për qeverisjen, është problem dhe për Shqipërinë në përgjithësi. S'është Dumne është vetëm forcë që ka aq numra sa ka në Republikën Parlamentare Shqiptare dhe është vetëm forcë që ka hapësirë në kohën e dur për të bërë opozitarizëm, për të sqaruar dhe për të orientuar qytetarët shqiptar. Kjo është thelbi. Tani, se si duhet bërë kjo punë, ai e din shumë mirë, unë dua të shoh planin B të tij, se ky plani A, me thënë drejtën, nuk po vë asgjë. Atë mendoj unë që kush do jetë plani dhe plani B vjen shumë shpejt sepse Rama i ka provokuar jo vetëm të thash dhe një herë. Po i vendos, po i jep dhe jo, sepse këta deri më tani kanë do t'ju shkatroj kauzën e vjedhjes së zgjedhjeve. Me zgjedhjet e pushtetit lokal ai do t'ja hedhë tokë këtë kauzë. Pse i tërhoqet e Tirana? Se kanë gjatë gjithë sa kohë që po lejnë që lëshohet velijes, gjatë do marrin Tiranën dhe Tirana nuk kanë mundësi ta bojkotojnë tashmë. Po, ja, ka kërkuar. Jo, Partia Demokratike nuk bojkoton zgjedhje. Nuk ka marrë fund. Ka bojkotuar më parë, por nuk e bën më tani. Po dhe të doja nuk e bën dot. Dhe të doja nuk e bën, por nuk e bën se s'ka arsye për ta bërë. Po, me këtë duke ditur sa do bët janë ose po nuk është faj, fuqinë, nuk po them se është faj aty, ose duke ditur fuqinë se mos shprehim gabim, fuqinë që ka Edi Rama sot, duke i katandisur aty ku janë, ai thotë i tërheq dhe në votime që hajde, ke pretendime ti, po hajde këtu dhe fitoje. Dhe Milo Shermar se u lodhe duke besoj që do duke falenderuar Eldarin në radhë të parë që kishim për kënaqësi që e kishim ditën e sotme këtu. Duke i rikujtuar se cili prej jush të bëj subscribe, ta shpërndaj në diasporë, ta shpërndaj dhe live-in në për Shqipëri dhe kudo që flitet shqip. Mos u largoni nga antena, klikoni video tona dhe ne do t'jemi përsëri pas pak për diskutuar në fakt se çfarë ka ndodhur brenda Partisë Demokratike, po me tjetër panel se s'do jemi ne që flasim vetëm.
Po thuj që u knaq edhe me mua. E sot. din ata.